Përmirësimi i infrastrukturës mbetet në fokusin e Universitetit të Shkodrës Luiq Gurakuqi. Gjatë kësaj periudhe investimet janë përqendruar në modernizimin e mjediseve si dhe në sistemimin për rreth godinave. Rektori i Universitetit të Shkodrës Tonin Gjuraj vlerëson bashkëpunimin me Ministrinë e Arsimit gjithashtu me Bashkinë e Shkodrës. Ne absolutisht kemi prioritetet tona. Ju ndoshta siç e keni pa, jo vetëm nga pamja jashtme, por edhe brenda godinave ne kemi filluar përmirësime infrastrukturore, do kemi edhe investime, sidomos te Fakulteti i Shkencave të Edukimit, tek Fakulteti i Shkencave Shoqërore dhe tek rektorati, po bëjmë përpjekje maksimale edhe në një dialog dhe kontakt të drejt për drejt me Ministrinë e Arsimit që të mund të shtohet mundësia e buxhetit për investime. Kemi patur këtu mbështetjen edhe Bashkisë së Shkodrës, të cilën përfitoj nga rasti ta falenderoj, dhe aplikimet e tjera që kemi bërë në projekte që kanë bënë me infrastrukturën në Aksh. Ndërkohë Gjuraj theksoi rëndësinë e këtyre investimeve për të krijuar një mjedis më të përshtatshëm për studime, pavarësisht sfidave me buxhetin. Edhe unë besoj që duke i kombinuar gjitha këto së bashku, do të mund të kemi një infrastrukturë për vitin e ardhshëm akademik më të përmirësuar. Edhe nevojat janë shumë të mëdha. Unë siç e kam thënë gjithmonë dhe do vijoj ta them që ne kemi nevojë për hapësira shtesë dhe insistoj përsëri tek ato 2 godina që unë i kam përmendur disa herë. Unë përsëri këto ditë do kem kontakt me Ministrinë e Arsimit dhe do jem shumë, po them, i kërkues, pse jo dhe agresiv në kërkesat në emër të universitetit, pra për të përmirësuar infrastrukturën e këtij institucioni, i cili, siç e thash në kryet herës, daton shumë herët. Universiteti i Shkodrës po forcon gjithashtu partneritetin me universitetet e huaja, duke përfshirë 15 universitete të vendeve të BE-s me synim zgjerimin e mëtejshëm të ndërkombëtarizimit.